Përshëndetje shikues të dashur të emisionit Ke Kismet. Jam këtu në sheshin e qytetit, pikërisht të sheshin Nën Tereza. E së bashku me mua është zotri Xhemaj Neziri, me të cilin do flasim për dasmën e tij, si dhe në përgjithësi për traditën e dasmës së vjetër, se si ka qenë kohë më parë. Zotri Xhemaj, përshëndetje dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Ke Kismet. Faleminderit edhe për ju. Zotri Xhemaj, kënd e ke pas kismeti? Nazmije Muharremi. A mund të na tregoni se si jeni fejuar? Po veç kemi prashit këtë herë, prashitën me parora. E më tha një, po ta gjojnë në huse, a shkubre, tha në Rasko. Edhe shkojmë se të malan, edhe në zona, ta naj mas një 5-6 muaj shku me murëm. Na tregoni pak për fejesën, ti the që ka shku mësiti. A ke diti se te kush ka shku mësitja? Ja tybe. Veç baba e ka ditë se unë ja. Mu bilem konë malëzit e punua, s'kum ditë gjo veç kur tha na kemi ndonë. Edhe gjatë asaj kohë sa ke ndajti fejum t'ja ke ta ku ndoni herë nusën? Ja, dej qatë në qërë. Ja, dej qatë në qërë dhe në pasë kam as familja e me kërkush bile. Ja. Po dasma juaj si ka qenë? Tetën e nësum të arsmen, i qumë teshat, e do më vatën djelën kësmet, kemi qua një lirë, një parë vasë, 2-3 parë tesha, 2000 mitane e krejtë janë zërshmë teshat, dikush kështë dejnë 4 katë, 5 katë, sa ka pas mundësi, unë e s'ke dasme tajten, djelën e marshëm, i thërshëm meshtë. Na përshuani pak se ato 4 ditët e dasmës, çka keni boju në dasmën e juaj? Tajten e kemi sitë kullaqin, një bo krejtë kojshia, motrat, vlazni laku, kanë knue, kanë sitë kullaqin, kanë bo për hajrë. I kemi thirë të në meshtë krejtë, me arë ndarë, sëmë për të me honë për shtunën, vishin, dhe këthe najtë honën krejtë me miqasi, me krejtë, rishin me bia, me qashtu konë këtë një herë. Dhe qatë natë type pasë kam heqë. Të premëtën, jo, veç pak se jo, me të shtunën, edhe djelën. Të shtunën nërëshin krejtë miqasia gati, kur kështë rëzhvan, luishin, knojshin, edhe darë kësil, hongshim, 3 herën ditët. Me qka keni shku me e marë nusën? Kanë shku e me kualë. Me kualë edhe me kërë të koqë këtë nëherë e me leshë me kërë me kualë. 3-4 gra, një djallë atë. A ka pas shumë kroshe? Ka pas vëlla një 50 po. Ata komë një shku ma shumë rrallë në jo ka herë, edhe me kërë kush ka pas po, shkojshin edhe me kërë me kualë. Pasi që ka arë qirja anusës në bërë, atentove ti me pa anusën? Po vëllohi. Po vëlla më thanë, po vjen nona dhe ke jo se nuk duhet me pa. Se ma mire mës me pa ljoke, ma mire mës me pa kërën e marë. Shefa, ama e këqërsha kur është drëpën e. Me këqërshin krej gratë, rëshin shuptok, knëshin, rëshin defit. A ka qenë mbuluma, apo kur ka zbrit pe qirës? Po, me shami i kështë me. Kur e pe për herë të parë aty, si të dëkë në përshtypjen e parë? Mëllohi kur qish, e vëtër më dëkë e ke që, e s'halosat e kom për mitë, Po para se me hydho ndër atë rehen? Kur më qënë të dera, të dërshëkt mitë ma hishin, dëm, duhet me ta hi. U hadha shtisa me nonë, me ata, hina mrena, edhe një grua shkona të një tezë e jamja, najtë më pak, natën e mirë, ajo duhet. Atë pëlqej nusja kur e pe? Pa i pak me mirë, po veç ja shumë e vëgëllë konë dhe qashtu e dëptë është më zvetë valoj, veç atës kemi kuzua me fëllas, me i thonë babës pëse a qysha. Veç që shka hanë plesht të konë këtë njerë, se jo. Cila ka qenë fjale e parë që ja ke thonë nusës, a më banë mend? Jo, la si kom thonë sen, duhet pës ja kom hje kavlin, edhe do unoza thanë, hiqja ja mëra, dole unë që herë ka dole, ma mërë dorën kështë bajage, edhe rika petë në kom qatë. Unë të në thasha, kanë pru me hongër në isena, qka po bojnë ma? Tha s'di, a ke hongër dorë? Tha, po, unë kom hongër, tha kur kanë hongër gratë. Tha shë usë kom hongër, pro, na prunë të buk, e hongërëm. Nesër më ka qenë dita e grave, na përshuaj pak, si ka qenë ajo ditë e grave në dasmën tuaj?
ditën e grave, janë quheret, kanë hongër kaftjallë, ta vëna janë bo gati, janë orë krejt gratë e katunit, e kanë këshirë nusën, kanë bo për hajrë, kanë luë, kanë këtyje, kanë burrat veç një stile kanë hongër ditën e grave dhe në shkuar në për puna. Zoti Xhemaj, çka mendoni? Ma të mira kanë qenë dasmat e kohës vjetër apo këto dasmat që bën sot? Ja, valla ma mirë konë, kur janë konë që si ka po kërkush. Pse tash pe morrin vetë, edhe apet pe bojnë 2-3 fmi, po dohen apet, s'po pilqejnë, jo, s'pe lenaj buri me dalë kërka, jo lej shtirë, jo lej. Cili kish me qenë mesazhi juaj që trit me pas një jetë bashkërtore më të mirë? Me kalu e mirë në një vite, vetë janë marrë me qef, me nguë, me shkuat një që që të dele dhe familja mirë, se kur më qenë thërna, as familje s'ki atë heq. Zoti Xhemal, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ke Kismet. Faleminderit se për juve ju rrit nera. Shikues të dashur të emisionit Ke Kismet, ishte ky Xhemal Neziri, protagonisti i radhës i këtij emisioni. Unë ju përshëndes e deri në takim me radhës ju dëshiroj gjithë mirat. Mirupafshim.